Në një punishte të vogël në Tiranë, prej dekadash ruhet një zanat që i reziston kohës. Quhem Kreshnik Cela, këpucar, artizan. Këtë zanat e më marrë që në moshën 19 vjeçar, e kam mësu me qenë kukës me Hasan e Rukën. Po bon 25 vite, 26 vite. Po ka qenë këpucë e thjesht, pa shumë detaj, një këpucë e thjesht, po mu më pëlqeu. Me frikë, po doli mirë. Çdo palë këpucë kalon në disa procese dhe duar të ndryshme. Ka shumë procese, nga preja, nga qepja, dikush tjetër i pret, dikush i qep. Zakonisht porosit që e marrim, u thomi klientëve për 5-6 ditë ta marrim si porosi. Dhe kur vi në përgjithësi, edhe ashtu e brenda është lëkurë dhe jashtë është komplet lëkurë. Gomat janë goma italiane që e marrim ose turke. Ne se kemi problem këtë pjesë, ne konkurrojmë me cilësinë, ato kanë sasi, ne konkurrojmë me cilësinë edhe. Klientët nga në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Këpuca e bërë për ty ecën me ty. Jo vetëm në rrugë, por edhe në stil. Kënaqësia më e madhe është kur thon të lumshin duhet ke punu shumë mirë. Mendoj që është fatkeqësi ndarës të zhdukjen zanatës, se ky zanat e joni është një zanat shumë i bukur që ka edhe të ardha që ky edhe vlera, ka shumë që bën një shkollë, shumë ngele pa punë, kurse kur ke një zanat, puna është e vazhdueshme, po besoj që po, se kam dy çuna benjak, mos njëri tjetri do ta marr. Fillu të angazhoj nga pak këtu me vafut në qef. Mungesa e zanatçinëve është një problem serioz, pasi zanatin e ushtrojnë kryesisht moshat e mëdha. Ky është problemi që kemi hasur dhe se është shumë vështirë të gjesh zanatçit të zanatit tonë. Ky është shumë problem i madh që hasim ne. Është më e madhe se turit para kanë qef për shumë punë.